Deputeti I Aleancës për Shqiptarët Halil Snopçe ka reaguar ndaj ministrit të punëve të brendshme Pançe Toshkovski, duke e akuzuar për mos zbatim të ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe në kuadër të projektit Safe City, si dhe për një qasje që sipas tij po e shndron sigurinë rrugore në barë financiare për qytetarët. Snopçe thekson se ministri ende nuk ka dhënë përgjigje pse SMS porosit që lidhen me projektin Safe City u janë dërguar qytetarëve shqiptar vetëm në gjuhën maqedonase, në kundërshtim të drejt për drejt me ligjin për gjuhët. Vetëm në ditën e parë, rreth 40.000 qytetarë shqiptar kanë pranuar njoftime ekskluzivisht në maqedonisht. Deputeti I ASH-s ngre shqetësime serioze dhe për dimensionin financiar të projektit, duke theksuar se numri I dënimeve është alarmant dhe se shteti duhet të ndërmarrë masa në përputhje me realitetin ekonomik të qytetarëve. Snopçe prezantoi dhe një simulim financiar bazuar në të dhënat zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas këtyre të dhënave, vetëm në 12 orët e para të ditës së parë të testimit janë konstatuar 65.000 paregullsi në komunikacion. Ja, unë bëna vetëm një statistik për ditën e parë, për 12 orëshin e parë. Zoti ministër, në 12 orët e para që kishte informat për Ministrisë së Punëve të Brendshme, për shembull, ishin dërguar 65.000 porosi për 12 orë. Nëse marrim, për shembull, unë se di çfarë rangu do ishte dënimi, por nëse marrim për shembull të jeshte 50 euro mesatarisht, ne mund të konstatojmë vetëm ditën e parë për 12 orë do ishin mbledhur 3.250.000 euro, që I bie për një muaj 97.500.000 euro dhe për një vit 1.186.250.000 euro. A jemi të vetëdijshëm se çfarë shumash janë këto, zoti ministër, në këtë krizë ekonomike me cilën ballafaqohen qytetarët tonë? Në ndërkohë, shumë mesazhe të dyshimta elektronike dhe SMS porosi, të cilët paraqiten si njoftime zyrtare nga sistemi Safe City dhe institucione në kuadër të MPB-s u dërgohen qytetarëve. Kjo po ngrit shqetësime serioze për sigurinë digjitale dhe keqpërdorimin e të dhënave personale. Në këto mesazhe, zakonisht thuhet se marrësi ka kryer shkelje rrugore dhe I dërgohet një link për pagesë, përmes të cilit qytetarët ridrejtohen në faqe jo zyrtare për të kryer pagesën për shkeljen e pretenduar. Nga Ministria e Punëve të Brendshme bëjnë thirrje të mos hapen mesazhet e reme dhe të mos ndahen të dhënat personale, të verifikojnë adresën e dërguesit, pasi siç sqarojnë nga atje, kompanitë të zyrtare përdorin vetëm domene zyrtare.